Një 19 vjeçar shqiptar me banim në Bari humbi jetën në një aksident rrugor. Viktima është identifikuar si Klevis Kalliu, i cili ishte ulur në sediljen e pasme të një Mercedesi, që për arsye ende të paqarta u përplas me një Toyota e drejtuar nga një grua. Pas përplasjes së dhunshme, drejtuesi i makinës së parë humbi kontrollin, duke goditur edhe disa automjete të parkuara. Toyota e drejtuar nga një grua e re gjithashtu e huaj, por banore e vjetër në Bari përfundoi gjithashtu udhëtimin e saj, duke u përplasur me një furgon Citroen të parkuar ligjërisht. Pasojat ishin një i vdekur dhe 3 të plagosur, mes tyre 2 miqtë e shqiptarit dhe shoferja tjetër. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.